Atëherë faleminderit shumë. Në fakt herën e kalume nuk u prononcova për shkak se s'po kemi më as çka me thonë. Është e 15 herë, na vjen shumë keq që pa dashjen tonë jemi bë aktor të serialit më të padëshirueshëm politik në Kosovë. Kështu që po kaloj me njerë në pyetje se sinqerisht e keni konfirmuar skarën takime presidentës, megjithatë aftësitë ka thënë se po më çet përsëri propozimin e për qeverinë nacionale të tranzicionit, propozim i cili është refuzuar deri tash. A është e gatshëm me detyrë me po në vizën që i interesoj, a jeni kënd një propozim tjetër për nesër? Po nuk kemi propozim tjetër. Jo që ne nuk kemi propozim tjetër, por në fakt siç duket situata politike në Kosovë nuk ka një alternativë tjetër për dalë prej kësaj situate, për arsyen e thjeshtë që as lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni i tyre nuk i kanë votat dhe ne kemi pranuar me sinqeritet që as partitë deri djeshme opozitare nuk i kanë numrat. Kështu që për të ecur për të para, për të pasur një vullnet, për ta zhbllokuar situatën, kjo është alternativat e cilën ne kemi vendosur mbi tavolinë. Shpresojmë që partitë politike të jenë prezente në takimin e ftuar nga presidentja dhe nëse janë kundër propozimit tonë, atëherë po besoj që janë ata të cilët duhet lëvizim. E kemi thënë sa herë, lëvizja vetëvendosje i ka edhe 13 parti të tjera parlamentare, të cilave nuk ju ka bërë ofertë siç i ka bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Andaj janë ata që i kanë alternativat në dorë. Ndërkohë që sa i përket kandidatit për kryetarët e parlamentit, ata i kanë edhe 47 kandidatë të tjerë, të cilët mund me u propozu edhe mund me pa nëse po kalojnë. E kemi thënë qëndrimet tona, nuk ndryshojmë. Mirë po ka pas kërkesa për tjera, kështu që ju e dini 61 vota duhen për me kalu ndonjëri prej kandidatëve. Unë besoj se sikur ata të kishin pasur interes që ta zhbllokojnë situatën, e kishin zhbllokuar që një kohë gjatë. Përmenda ka pas parti parlamentare të cilat kanë thënë që nuk kanë vota për zonin Haxhiu, por kanë vota për kandidatë tjerë dhe ata i kanë edhe 47 kandidatë tjerë të cilët mund t'i propozojnë.